Pse po merr Gjermania mjekët tanë, se nuk ka mjekët e vet? Pse po merr Anglia mjekët gjerman, se nuk ka mjekët e vet? Do me thënë, ajo që ne kuptojmë është që ky brez pas boomers kanë qenë persona që i kanë parë që është shumë mirë, abdeu im është aty ku jetoj më mirë. Do të jenë kaq e thjeshtë. Lufta që ne do të bëjmë janë gjithë këto gradacela që janë bosh në mes të Tiranës. Sikur t'jepen me 1 euro t'u jepet qira dhe të vinë. Ne do të kemi trurin tonë që do të kthehet, sepse kanë dëshirën për ta. Që ata janë brez që janë mësuar me një vend ku ka meritokraci të jashtëzakonshme, ku ka institucione që punojnë, që nëse ti dërgon një dokument në i Albania ti do marrësh përgjigjen kur është për të marrë, jo që ti s'merr përgjigje kur. Dhe janë prapë zyrat ma tanë i Albania si ti do të vesh trokasësh. Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Ju përshëndes, mirë se erdhët. Takojmë edhe këtë të premte bashk, do të flasim pra në fokus ditën e sotme, do të jetë raporti i fundit i publikuar nga Bersh, i cili ndalet dhe vet theksin mbi humbjen e kapitalit human. Përveç se është një shqetësim pa diskutim që sjell pasoja zinxhir, qoftë edhe në ekonominë e vendit, ajo çfarë vjet në dukje është që ka një përqindje shumë të lartë të rinjve të arsimuar të cilët janë larguar nga Shqipëria dhe Banka Bersh pra bën në dukje dhe jep disa rekomandime, jo vetëm për të mbajtur të arsimuarit në Shqipëri, por për të bërë të mundur edhe rikthimin e tyre, por po ashtu me rëndësi janë edhe investimet në teknologji, përmirësimi i klimës së biznesit dhe është e domosdoshme, siç vjet në dukje edhe në raport, që këto masa të shoqërohen edhe me politika të tjera mbështetëse për të garantuar një perspektivë afatgjatë, le të themi, të tregut të punës dhe rritjes ekonomike. Online kemi kënaqësi që të kemi një mikesh të programit tonë, zonjën Elida Motro, eksperte për punësimin. Zonja Motro, përshëndetje. Faleminderit për kohën dhe që jeni në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Shumë kënaqësi, si gjithmonë. Si e gjykoni dhe çfarë pasojash mund të sjell një gjë e tillë në tregun e punës, por edhe në ekonominë shqiptare në tërësi? Shiko, fatkeqësisht ne pasojat jemi duke jetuar të gjitha. Dhe ne nuk na duhet, unë besoj, të gjitha këto raporte që dalin, vërtet janë kambana, por nuk besoj që është se na duhet të lexojmë këto. Mjaftueshme është të dalësh dhe të kërkosh në tregun e punës dhe të shikosh se çfarë mungon në të vërtetë. Dhe ato që mungojnë, largimi këtyre personave, nuk është se ikin vetëm ca persona të cilët janë të arsimuar. Dhe aty është një humbje e madhe sepse janë taksat tona, por ajo që kanë ikur, në fakt kanë ikur ata të cilët kanë çarë dhe janë vlerësuar në tregun e punës të huaj. Që do të thotë kanë qenë më të mirët, janë më të mirët e më të mirëve. Ajo që unë shoh që është shumë problematike, që e shikoj si një rrjedhoj të gjithë kësaj gjëje të gjatë nuk është 10 vite. Kjo ka shumë, kjo ka mbi 25 vite që ne po bërtasim. Kanë qenë në 95-96 që kanë nisur me rrugë të mirë përcaktuara të institucioneve që kanë ardhur në Shqipëri dhe që mësojnë gjeneratat gjitha të marrin një gjuhë të caktuar për të marrë më të mirë dhe për të çuar në vendin e tyre. Dhe janë institucione të cilat janë të njohura. Merrni vetëm ata që mësojnë gjuhën gjermane. Merrni zbutjen e cilësisë, nuk do të thoshja uljen, po zbutjen asaj kërkesës që ka qenë në arsimin tonë. Por a duhet ishim ne më vigjilent edhe ndaj këtyre institucioneve që qëllim në vetvete kanë të rekrutojnë fuqi punëtore të arsimuar? Ada ne gëzojmë lirinë dhe unë besoj që kjo është liri e madhe që ne kemi dhe të gjithë do ta gëzojmë se të mos ikim. Pse të mos ketë mundësi të tilla që krijojnë të rinjve? Jo, pa diskutim, është e drejta e tyre zgjedhjet. Kur unë e thash që duhet ishim më vigjilent, jo duke privuar të rinjt në zgjedhje, por institucionet duhet ishin më vigjilente që të paraqisin një ofertë që këta të rinj përpara kësaj mundësie të mirë të kishin po në të njëjtën formë një mundësi edhe për të zgjedhur për të qëndruar në Shqipëri. Pra nuk është çështja për t'i privuar, por është çështja për t'i ofruar të njëjtën mundësi. Mund ta mendojmë ne që ne mund të ofrojmë të kemi një ofertë e cila është e konkurrueshme me perëndimin, është shumë utopike ta mendojmë. Nga ana tjetër, ajo që nisa të thoshja është që për shkak se kjo gjë ka nisur shumë më shpejt, ne shikojmë sot sa pasojat të cilat janë për mua janë shumë alarmante. E di çfarë më shqetëson më shumë mua? Më shqetëson që largimi i këtyre, i personave të cilët kanë qenë shumë të investuar në veten e tyre, që kanë punuar shumë, ka bërë që janë larguar modele dhe sot ne kemi disa njerëz të cilët shiten si modele.
Dhe modeli që shitet sot nuk është të punosh dhe të jesh talent, dhe të punosh fort për familjen tënde, për komunitetin tënd, për vendin tënd po deshe, por është të vrapojmë pas lekut, të vrapojmë për marrjen e një gjëje që bëhet shpejt. Edhe ajo që unë besoj është që jam bërë edhe më pragmatist, në kuptimin që kërkojmë përfitime. Absolut, dhe kur flet sot që t'japësh një ofertë kësaj rinie, që për mua modelet i ka pasur modelet më të poshtra të mundshme, mendoj që t'japësh një ofertë atyre është çfarë? Ti nuk i konkuron dot me lek, perëndimi nuk e konkuron dot me ofertën financiare. E vetmja gjë që ne mund të konkurojmë është, ajo që unë e kam thënë prej vitesh është, nëse ne arrim të krijojmë jo në bazën patriotike, jo të ke u futur tek ajo që ti do ta bësh për Shqipërinë, jo, po duhet të ketë për shembull disa ura, të cilat të krijojnë mundësinë atyre që kanë ikur, që të vinë për disa muaj të punojnë në Shqipëri, dhe të japin maksimumin e tyre për disa muaj, pa pretenduar që ata do kthehen përfundimisht këtu. Është shumë e vështirë ta pretendojmë një gjë të tillë. Është shumë e vështirë sepse dhe në tregun që do vinë. Shiko, pra e vetmja gjë që mund të luftojmë është që ata të kontribuojnë për periudha të caktuara kohore, por asesi për të mbajtur ata gjatë, edhe për t'i kthyer ndoshta përfundimisht do ishte. Shqipërinë e kanë bërë ata që kanë ikur në emigracion, në historinë tonë të gjatë. E kanë bërë ata që kanë ikur. Dhe ajo që unë besoj që është e shkëlqyer, që mund të bëhet është, janë disa incentiva shumë të mira që u bën nga qeveria. Ti e di që nuk jam me politikë me askënd, okay? E vetmja gjë që për mua ka funksionuar shumë mirë këto kohë ka qenë që qeveria ju është drejtuar anës patriotike të atyre që janë super talente në botë dhe i ka kthyer dhe janë projektet e tyre që kanë bërë këto janë sukseset që shet qeveria sot. Janë pikërisht ata persona që kanë ardhur, kanë bërë diçka, por nuk i kanë këputur komplet lidhjet që kanë pasur me perëndimin. Sepse ofertat që kanë atje janë që ofrojnë shumë më tepër nga që t'i ofrojmë ne ndonjëherë. Dhe ajo që unë besoj është që aq sa ne themi që ikja e këtij truri, që është në mënyrë të vazhdueshme, dhe unë besoj dhe këta që po ikin së fundmi nuk janë në nivelin e atyre që kanë ikur përpara. Dhe nuk mendoj që këta që kanë ikur së fundmi nuk e mendojnë kthimin mbrapa, sepse kanë mbajtur pak në atë mediokritetin e zakonshëm dhe këtë i dha ndek. Ama truri realisht në mënyrë të vazhdueshme do të ketë një ofertë shumë më konkurruese nga tregu. Nuk kemi ne avantazhe të llojit të tillë. Ajo që unë bërtas dhe them me zë të lartë është, nëse ne arrim të sjellim me diplomacinë ekonomike, të arrim të sjellim zyrat kryesore të kompanive të mëdha, të kemi mundësi të sjellim në këtë vendin tonë që ka diell, 320 ditë diell, ato zyrat qendrore që janë të gjithë këtyre superfuqive në ekonomitë, merri me radhë, këtë duash, nga Google, nga gjithçka. Atje ku kanë mbajtur dhe janë vendosur fillimisht janë vendosur në ishvendet e lindjes, janë edhe të ftohta. Nëse ne arrim të tërheqim këtu, këta njerëz do vinë do punojnë për këta, sepse çdo kompani e madhe që vjen, sjell me vete kulturën, sjell me vete meritokracinë, sjell një etik pune. Unë besoj që janë disa gjëra që ne... Po edhe emrin e mirë, prestigjin, edhe prestigjin. Absolut. Ata të gjë që punojnë për LinkedIn, kudo që t'jenë, punojnë për Facebook-un, kudo që t'jenë. Pra, lufta që ne do të bëjmë janë gjithë këto gradacela që janë bosh në mes të Tiranës. Sikur t'jepen me €1 t'jepet qera dhe të vinë, ne do të kemi trurin tonë që do të kthehet, sepse kanë dëshirën për të ardhur. Nëse ne duhet fillojmë të mendojmë out of the box, është pikërisht kjo. Ka pasur politika të tilla për të incentivuar këto investime dhe për të zhvilluar zona të caktuara. E fundit është projekti për paketën e maleve që synon që në të njëjtën kohë të rikthejë migrantët, por edhe të rigjallëroj, të rijetësoj zonat e braktisura, pra kryesisht zonat malore. Ada, unë nuk mendoj që ka ose. Duhet të ketë paralelisht me këto, duhet të ketë shumë të tjera. Patjetër, ne nuk konkurrojmë dot me gjë tjetër. Patjetër, këto janë disa qasje, le të themi që ndihmojnë në zbutjen e këtij fenomeni me cilin ne po përballemi. Nëse ndërhyhet në shumë rrafshe, rezultati mund të jetë më i mirë. E para fare unë mendoj ne duhet të shikojmë të vërtetën në sy. Nuk mund të themi ne që ne mund të konkurrojmë perëndimin me ofertat që japin brezit të ri, qoftë millenniums, qoftë gjeneratës Z, qoftë këtyre alfa. Është e pamundur. E vetmja gjë që ne mund të konkurrojmë është të marrim të sjellim të drejtohemi, siç thash, tek ekspertiza, super ekspertiza e tyre, të jepet mundësia të vinë të shkëlqejnë këtu të jenë number one, sepse dhe atje ku janë të themi i fundi i fshatit. Do vi këtu do jetë i pari i fshatit. Nëse ne arrim të drejtojmë këtë gjë dhe të kemi mundësinë që kushdo që ka ikur di 4 muaj
të marrë një projekt dhe ta ngërë nga fillimi në fund, të punësoj ca njerëz, t'i ndjek online, dhe këtyre t'u jepen me këta të punohet, dhe me këta të punohet të mënyrën më të mirë të mundshme, më të dashamirëse të mundshme. Mundësisht duke mos ju vënë taksa, duke u lejuar që të kenë mundësi vetëm të hedhin, të marrin dividendet në fund dhe të mos pyetet se çfarë bëjnë, sepse na intereson që të jetë gjë e bardhë, punë e bardhë, por na intereson vinë ca njerëz që ankohen andej se andej mbajnë gjysmë e taksave. Pra janë disa, unë mendoj sa të çelësa, që nëse ne do t'i futemi me kokë me këmbë dhe themi si mund të kthejmë më të mirët këtu, është për t'i bërë ata të interesuar, të kenë avantazhe konkurruese këtu. Për shkak se unë vi nga tregu, nga biznesi, dhe unë nuk merrem përsej me rekrutimet, po merrem me zhvillimin e njerëzve, sidomos në ato bizneset cilat janë mendje hapura, që duan të punojnë, që të Ada është që ata mundohen me çdo kusht, me të gjitha mundësitë që ata të kenë mundësi që njerëzve... Unë e di që ju e thoni vazhdimisht këtë gjë, e thoni, e besoni dhe ushtroni këtë gjë, por duket që nuk mjafton. Po, Ada, shiko, shumë e rëndësishme të themi këtë gjën, që realisht janë provuar dhe provojnë të gjitha mundësit që njerëzit të motivohen, po duhet kuptojmë që është më e madhe nga njerëzit kjo që ndodh. Lëvizja e trurit në gjithë botën është një fenomen që është i jashtëzakonshëm. Le të kuptojmë pse po merr Gjermania mjekët tanë, se nuk ka mjekët e vet. Pse po merr Anglia mjekët gjerman, se nuk ka mjekët e vet. Do me thënë, ajo që ne kuptojmë është që ky brez pas boomers kanë qenë persona që i kanë parë që është shumë mirë, abdeu im është aty ku jetoj më mirë. Ka që thjesht. Ata nuk e kanë se ju ikën fuqia punëtore kualifikuar. Ata e kanë sepse rriten kërkesat, nevojat për shërbime. Jo në përqindjen tonë. Edhe njerë ju mungon. Shikon, nëse ne themi që është 1 në 5 veta që ne po në largohet, ata e kanë më lartë. Po të dëgjosh për shumë të shikosh zhurmën e madhe që bëjnë në parlamentet e tyre është e jashtëzakonshme. Po ajo që unë doja të vija tek realiteti ynë, tek ajo që të po them gjithmonë ata. Çdo biznes e ka për detyrë të interesohet për atë që është kapital njerëzor. Në rrafshet kombëtare, unë besoj që biznesi ka marrë disa modele shumë të mira nga qeveria. Për mua, ato modele duhen kopjuar. Që ti thua dikujt është një inxhinier që po punon në të njëjtën fabrikë, në të njëjtën natyrë në Gjermani. Ti merresh me përpunimin e, nuk e di të them, metalit. Mund ta marrësh atë personin dhe nëse ai do punoj 4 muaj, ju garantoj që nuk është një kontratë dhe nuk është një strukturë afat shkurtër, është shumë afat gjatë, sepse ky brez harin të shikojë interesin. Dhe ata do vinë do shikojnë dhe kërkojnë ata më mbrapa të vinë prapë. Dhe unë mendoj që biznesi ka filluar të mendoj, dhe unë besoj që po vjen avash. Ashtu siç u mendua që në fillim nga do mirin punonjës të huaj. Ja që u morën, kudo që të vesh sot i ke gjithandej. Unë jam në Saran. Nuk ka vend që kam vajtur këtu të mos kem gjetur punonjës të huaj, të cilët flasin shqip. Unë besoj që është shumë e afërt vita, shumë e afërt ku ne do marrim drejtuesa, të cilët do të vinë dhe të konkurrojnë njësoj me njerëzit tanë. Ajo që do të sjellë, çfarë sjell kjo, është që biznesi vendas do shikoj dhe alternativën për të rikthyer trurin, për të marrë ndjem të vendas, të cilët kanë vajtur dhe punojnë diku dhe, siç thash, atje ku punojnë janë i fundit fshatit. Kur do vi këtu, cili do shqiptar ka një grop, do të vi, këtë kanë kapur shumë mirë qeveria dhe unë besoj është një shembull që do studiuar, unë studioj leadershipin. Edhe duke qenë që studioj të, aty që kanë parë është që këtu janë ca çarje shumë të bukura. Që ti thua dikujt, shikoj ti po bën këtë gjë. Dhe je shumë i mirë në AI. A mund vishte qeveria të vesh number 1 dhe unë do të bëj të njohur në gjithë botën? Dhe çfarë ndodhi? Patëm ministrin e parë që është diell. Mendoni çfarë i është bërë atij personit që sado që do të qenë njohur në atë vendin atje, do të ishte 1 nga 10. Ktu është e para. Dhe këtu është ajo që po zhvillon çdo gjë sepse do lër emër. Siç u thash, Shqipërinë e kanë bërë ata që kanë qenë jashtë. Kush erdhi dhe ndërtoi qeverinë e parë këtu? Kush erdhi ngriti flamurin? Nuk qenë Vendalin tu, ata që ishin këtu. Ishin ata që erdhën, kështu që ne nuk do ta shikojmë të gjën si keq, do ta shikojmë shumë mirë. Mendimi im, si shqiptar, mund të drejtohemi asaj gjë që është krenaria jonë shqiptare, pa ju thënë që ose pa e bërë një gjë bajati që shiko se ky shatdeu ka nevojë për ty, shiko. Kemi të bëjmë me breza që shikojnë what's there for me. Që na thon tamam, kjo nuk është një gjë që është kalimtare. Kjo është një gjë shumë e madhe. Djali është në Shqipëri apo jashtë?
Jo, djali është mjek në Gjermani. Edhe unë mendoj po këtë që ai do të vi disa muaj. Këtu do vej, dhe janë një grup që mendojnë Për të gjë. shembull, Dhe unë besoj që duhen nxitur. Ka menduar ndonjëherë të rikthehet? Në full time për gjithkohën? Absolutisht jo. Dhe ne do ta kuptojmë që ata janë një brez që janë mësuar me një vend ku ka meritokraci të jashtëzakonshme, ku ka institucione që punojnë, që nëse ti dërgon një dokument në ILB-n ti do marrësh përgjigjen kur është për të marrë, jo që ti s'merr përgjigje kur. Dhe janë prapë zyrat matan ILB-n si ti do të vesh trokasësh. Do me thënë, ata nuk harin dot, për mendimin tim, nuk harin dot të asimilojnë këtë lloj zallamarie që kemi ne, një rregull pa rregull, rregullat të shkruar pa shkruara. Ata e kanë shumë vështirë mendojnë fëmijët e rritur andej, fëmijët që janë futur në punë. Por ajo që ata kanë, ajo që ata duan, është që e duan të mirën e Shqipërisë dhe duan dhe të ecin. Duan bëjnë emër. Sa vite kanë Gjermani? Nëse janë integruar, kanë vite, ata janë përshtatur me realitetin, me kontekstin. Dhe me gjitha të e duan Shqipëri. Kanë të vështirë dhe të pamundur të përshtaten sërish në Shqipëri. Jo, nuk i kanë të pamundur nëse ju krijohen mundësi këtu. Pra, jam duke të thënë që nëse ne shikojmë cilat janë pikat që ata i vrasin andej. A, është që sa do të bëhen nuk do t'jenë kur number one, në çdo vend që të jenë. Dhe B, është që atje taksohen sepse janë të rinj, janë pamartuar, janë gjithë taksat e mundshme, është gati gjysma. Nëse ne fillojmë të mendojmë konkretisht, si mund t'i trasim, si mund t'i tërheqim, si mund t'i japim paketa lehtësuese, jam duke thënë për herë të parë po them që qeveria jonë i ka dhënë biznesit disa modele që duhet kopjuar. Unë edhe pse jam njëri shumë pozitiv dhe shumë optimiste, mendoj pozitiv është fjalë e madhe, po do thosh shumë optimiste. Dhe unë kam nderin dhe fatin të punoj me ata drejtues, me ata të cilët janë shumë të përparuar, pra ata dinë shkërkojnë, ata e kanë marrë dhe teknologjinë. Ama problemi që ne kemi, problemi që po flasim, ikja, largimi i njerëzve është një realitet, të cilin sa më shpejt ta kuptojmë që do të ndodh, aq më shpejt do të gjejmë rrugët e zgjidhjes dhe unë besoj, unë nuk dua të them që jam pesimiste, por unë mendoj që jemi gjatë shumë vonë. Pra, atje ku përpara duhet ecë biznesi përpara dhe qeveria i vetëm mbrapa, siç thash, modelet më të mira i kemi nga qeveria, dhe ajo që unë besoj që biznesi duhet bëjë një orë më përpara është edhe për të ulur pak atë rrezikun që vjen nga hapja e madhe e inteligjencës artificiale të madhe apo teknologjisë që u bën të tërë që mund të punojnë kudo dhe të konkurrojnë me botën dhe të kemi avantazhe shumë më të mëdha duke qenë nga shtëpia. Atë që unë besoj dhe e them me zë të lartë është që ne jemi në një pozicion që ne duhet punojmë fort me njerëzit. Duhet të punojmë jashtëzakonisht, çdo kompani duhet investoj tek njerëzit që ka brenda. Duhet investoj sepse s'ka rrugë tjetër. A do të ikin këta? Ka shumë mundësi të ikin. Por ti nuk e ke mundësi me njerëz të pa trajnuar, me njerëz të pa mësuar, me njerëz që nuk duan të ecin. Pra, unë besoj duhet me njerëzit që kemi këtu, duhet patjetër të punojmë dhe t'i kthejmë në persona të cilët janë realisht në standardet profesionale që duhet që po na kërkon tregu që po hapemi me botën. Nga ana tjetër është që ata që janë jashtë, unë besoj biznesi duhet gjejë paketa të personalizuara që të bjerë trurin, sidomos në vendet që janë të themi larg Tiranës. Është e mundur, është shumë e mundur. Unë jam duke provuar me 3-4 biznese dhe po funksionon like charm. Është i thua dikujt që djali jot punon këtë, po ti thua të vi të bëj këtë gjë, a është dakord, do ketë të përfitim, patjetër. Familjarët janë ata që i nxisin, se cila nëna i bab nuk do që t'i vitë fëmia pak në 3-4 muaj. Apo jo. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë.
Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Notro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, që në kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.